Rreziku është që nëse kalon afati prej 3 mujosh mund të pushohet çështja. Në këtë aspekt ne kërkojmë që Belinda Balluku edhe të gjithë këta zyrtarët e korruptuar të përballen me drejtësisë, të vijnë në dispozicion të drejtësisë. Ne duam që ky të jetë një proces transparent, i hapur për publikun dhe paratë e shqiptarëve të vjedhura t'i kthehen popullit shqiptar. Kur kuvendi zgjedh të mos veprojë, ai në fakt nuk është neutral, por bëhet bashkëfajtor. Zvarritja e procesit është një mesazh i qartë për qytetarët që ligji nuk është i barabartë për të gjithë dhe pushteti politik është mbi drejtësinë. Këshilli i mandateve po përdoret si një instrument për të blerë kohë dhe për të shmangur llogaridhënien. I vetmi vend i botës ku qytetarë shqiptar nuk blejnë dot shtëpi, është vendi i tyre, Shqipëria. Dhe nëse ka një vend ku duhet që qytetarët e tyre, qytetarët e kësaj republike të kërkojnë shtëpinë e tyre të munguar, është ky vend, sepse deputetët e këtij kuvendi, ministrat, nuk kanë 1, nuk kanë 2, po kanë 100, 200, 300 apartamente. Qytetarët duhet vinë të kërkojnë apartamentet e tyre në këtë vend. Ja. Ky është vendi ku çelësat e apartamenteve të Belindës. Qytetarët shqiptar mund të marrin këtu çelësat e apartamenteve. Çelësat e apartamenteve të qytetarëve.